qarkullimin nga kjo pjesë. Marrim një telefonat tjetër, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Me kënd po flasim? Me një qytetar të Prishtinës. Po, zotëri, cili është problemi? Problemi është deri kur do t'i parkojnë veturat në për trotuare ku njerëzit nuk po mundën me ecën. Po. Edhe nuk po t'pyes fare për tek cila pjesë, e di që gjithandej Prishtinës është ky problem. Mirë, po pse me qenë ky problem? Kur tanë bota trotuari është për njerëz, është për nanat që i batin foshtet e tyne. Po. Pse kjo kështu mendon në Prishtinë? Çka Prishtina? Është sy gjenerisa? Po, pajtohem me juve. Zotri, këtu unë mendoj që vetëm një zgjidhje që duhet bëhet është që të ketë kontroll më rigoroze nga policia e Kosovës dhe vetëdijësimi shtetarëve, e që duket që e kemi shumë të mangët këtë pjesë. Se i parkojnë vende pa vend, madje edhe në hapësira gjelbruese pa e mendu fare 2 herë. Albeni i juj i kanalet vetë në ka pas ndihmu shumë, po tasha dul në politikë. Besoj që edhe ju do të na ndihmoni neve qytetarëve. Patjetër që po. Ju faleminderit, po është mirë me pyetën gjithmonë kryetarët se shiko. Qeveria këtu nuk ka kur gjë të bëjë. Edhe komuna nuk është e detyruar për mja caktu parkinget njerëzve. Po vetë na qytetarët jemi të detyruar me gjetë parkingun për veturat tona ku do t'i blejmë. Po. Prandaj po them, këtu duhet me dhonën çmimet sikur se në Evropë, nëse dikush e parkon në trotuar ka 1500 euro dënimin. Patjetër. Nuk e besoj që dikush mund të mendon a me parkua mos me parkua aty. Patjetër, se kur e din çfarë gjobe i pret dhonja me pajtimit me ty që nuk e parkojnë fare aty. Po,